regjistrat ku janë të regjistruar ajo që quhet popullsia e shpendve dhe e kafshëve të Shqipërisë tregojnë se si janë rritur, dhe si janë shtuar gjatë qeverisjes sonë. Flamingot nuk vinin fare, nuk vinin, sepse ata janë zoj shtektarë. Ata shkojnë nga një vend i qetë në një vend qetë, sepse i priste çiftja, i priste pushka, i pristin horrat, të cilët kishin liri që të bënin masakër në çdo vend ku kishte shpend e në çdo vend ku kishte kafsh. Horrat që e kishin mbushur detin, e kishin mbushur liqenet me tela korrenti, që i vrisnin peshqit me tela korrenti. Prandaj, nëse flamingot do kishin gojë të flisnin, nuk diskutohet që edhe ngjyrën nuk e kanë rastisht ngjyrën e Partisë Socialiste. Ne nuk jemi tradhtarët. Na tregojnë këta korrupsionin. Na tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur, duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Po, edhe që nuk i japin 1 euro taks shtetit dhe popullit shqiptar. 1 euro taks nuk paguajnë ata. Blogera, influencera. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë, që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Costi, bëjnë pushime në mes betonit, edhe vinë këtej, edhe ushqajnë hallin flamengove. Se shkojnë atje? Ne nuk kemi asnjë problem. Shkojnë ku duan, po moral mua dhe Partisë Socialiste të matet mirë çdo kush që i bën, sepse ne nuk jemi të përsosur. Ne nuk jemi pa gabime, po moral nga Mustafa Nano, i cili erdhi në zyrën time, ushtria atje në Kulltuk, e më tha, nuk kam më fuqi të merrem me këtë vend, tha, dua të shkoj ambasador. Po mirë, thash, të shohim si mund të bëjmë për këtë, se elbete, hajde, kemi pasur shkrimtare, poet, ambasador, Muçi shkret nuk është Faik Konica, po thash, Muçi shkoi ambasador në Zvicër, nuk mbajti dot një zyrë ku ishte vetëm me veten e vetëm i sekretare, nuk bëri dot një punë për vendin, e la në mes detyrën dhe kthehet mbrapsht e tregon tani se si duhet ta bëj unë detyrën dhe se si duhet ta bëjmë ne detyrën. Tregon Muçi detyrën. Tregon Muçi që oligarkët hynë në mëngjesë, në drekë, në darkë në zyrën time. Po ti më mut qa e spioni sigurimi dje, ku e diti se kush hynë në zyrën time? Ku i ke parti? Se ti ke qenë dhe demokrat dhe mbabaden. Po, kur e bën Muçi këtë llogarisën i tjerët. Po kur më thonë mua, mos u nxe, mos u mbaj veten, merr me qetësi. Po unë të kisha tipin që ti merrsha gjërat me qetësi, nuk i hyja detin në këmbë. Se disave këtu i kujtohet, Çim Hysës, kur më vun kandidat këta për Bashkinë e Tiranës. Edhe nxori ndjes pas PD-ja, nxori një farë Besnik Mustafaj, shkrimtar edhe ai si puna Muçit. Edhe tha, shikoni tha, a ishte çmendur, a ishte normal tha. Ju keni nevojë për një njeri normal. I thash unë,
Edhe unë i thash, qartë, e thosha vazhdimisht në për takime, se s'kishte Facebook atëre. Po që duhet ju i njeri normal? A e bot do t'i njeri normal gjithë këtë punë që ka nevojë Tirana? Këtu duhet një çmend edhe ja Allah. Apo? Po ajo që unë dua të them është nuk ka nevojë. Ajo që unë dua tani ju mos merrni kurajo me që unë thash që po t'jesh i çmend jem rregull. Se më varet se për ça. Jo i çmend me thy karrikën në stadium. I çmend me bo aty ku është një hale, me bo një stadium që të bëhet finale europiane. Dhe do isha më i qetë unë po t'isha tradhtar. Tradhtarët janë të qetë përgjithsisht. Se kam pa dhe unë ca tradhtar bashkë me Çim Hysën. Edhe me Gimin. Dhe kemi pa ca tradhtarët janë të qetë, janë të verdhë, po t'i shifni, nuk kanë shkëlqim në sy. E dini si janë tradhtarët. Si ai deputeti juaj, si e ka ai që tha do t'ju thym kokën, si e ka ai? Ha? Po, janë si ai. Alizoti. Tani krahasoni Alizotin me mua. Larg qoftë, po. Kështu që miqtë e mi, ne do shkojmë përpara. Moral nga ata që se ne po thosha nuk jemi që t'i shkojmë njerëz nga mrapa. Po pat sot që s'ka shumë blogera atje, e dini pse? Janë palas gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë. E do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në lumë dhe po e nxjerr në dritë. Nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hapej as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime. Do mbrojnë këta nga ne Shqipërinë. A kuptoni apo? Do mbrojnë ata nga ne Shqipërinë. Ca personazhe që nuk i kanë thënë punës mirëmjes. Nuk i ka thënë punës mirëmjes. E pat Fevziu, po Fevziu e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse më, qa është Shqipëria? Qa është Shqipëria? Shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. Dhe në ndërkohë ka dy gjëra tjera përpara. Ndërkohë janë zgjedhjet e vendore vitin e ardhshëm, se këta dhe nuk i din rregullat. Me shku në zgjedhje sot, i morin qafë Fevziu, se duhet 3 muaj me kriju parti. Ku e krijojnë do për 3 muaj? Se 3 muaj duhet me rregulla, me letra. Kështu me i qunë zgjedhje, ne po marrim ja 100 mandate, e pastaj ç'a do bëjmë? Do presim na vina i lloj zogu tjetër të na thotë dum zgjedhje prap.
Zogu, o Zogu, zgjedhjet ne I kemi fituar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zogu, zgjedhjet ne I kemi fituar për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian në fund 2027-s. Zogu, zgjedhjet ne kemi fituar, edhe po kur thonë s'ka transparencë, ne kemi thënë publikisht, do ta fusim Shqipërinë në 2030 në ligën e kampionëve të turizmit botror. Zogu, ne do bëjmë jo vetëm turizmin e destinacioneve fantastike, duke fillu nga Zvërneci, dhe jo vetëm atë që kam nisur me Vlorën, kur në Vlorë, thoshin vlonjatës, dhe vlonjatët janë të mëdhej, thoshin natën nuk kalohet në për lungëmare, atje, Buzdetit, se të merë gropa elektrikut edhe nuk të gjenë do të asgruaja. E morëm ashtu Vlorën ne, dhe deri në 2030 fal atij investimi, Vlora do bëhet bebja e syrit e turizmit mesdhetar. Ti e thu me emër vlla, po unë them, gjyshja ime thoshte mos e ze me gojë se vje erë, ai thoshte do ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën. Atëherë. Dhe normalisht si njeri që ishte lindur e rritur në përmale, do duhet kishte për malet aq respekt edhe aq besim sa të paktën të bënte një rrugë të vetme për të shku në mrekullinë e Valbonës. U desh të vinim ne që t'i bënim edhe ato male me rrugë, edhe që njerëzit shqiptarët huaj të zbulonin malet e Shqipërisë. Por nuk mjafton me kaq. Se që ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën e si Austrinë në përmale, duhet të bëjmë edhe atje. Duhet vendosim edhe atje pikat e turizmit që vjen me shumë para dhe që I lë shumë para vendit. Kështu që ne kemi shumë për të punë për të bërë Zogu. Prandaj I kemi nda punës. Influencerat aty ke si është ajo? Blogerat të kapin njëri tjetrin, njëri të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe të luftojnë kush fito. Këta të tjerët që si hienat po I përpunojnë, po I ngatrojnë, po I bëjnë salat, do e nxjerrin kokën një nga një. Po që kur e nxori kokën ai që thot rrethi është katror, u pa puna. Tani do dalin dhe ca patriot tjerë, jam I bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh I gjë, që kanë bërë shumë para të pa deklaruara me kauzat patriotike. Jo se është punë drejgji politika. Kështu që Zogu, Loro Boriçi madhi thoshte, shiu ka punë e vet, ne kemi punën tonë. Puna jonë është
ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rit atje, të mos kenë më nevojë kur që të mendojnë se duhet hik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë dy zgjedhje. Kush do të ri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerët në Europë, kush do tiki sepse nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës. Apo jo, se në qoftë se qohen italianët, edhe thonë Italia është e italianëve, e në qoftë se qohen grekët, e thonë Greqia është e grekëve, sa shqiptarë janë andej, që i marrin i ngrejnë edhe i sjellin këtej? Jo, mërë jo. Jo. Shqipëria është e Europës. Shqiptarët janë të Shqipërisë. Shumë faleminderit. Rrodh Partia Socialiste.